Siguria ushqimore gjatë sezonit turistik ishte në fokus të një takimi të organizuar në Shëngjin me përfaqësues të biznesit nga drejtoresha e përgjithshme e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Blerina Gjylameti. Gjatë fjalës së saj Gjylameti theksoi se kontrollet po ushtrohen që në burim të zinxhirit ushqimor në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian, ndërsa fokusi kryesor i AKU-s mbetet ndërgjegjësimi dhe parandalimi, duke synuar garantimin e sigurisë ushqimore për qytetarët dhe turistët, më shumë se sa masat ndëshkuese. Punto dhe shkas edhe nga mënyra se si menaxhohet gjatë sezonit turistik edhe pjesa për të garantuar sigurinë ushqimore. Tashmë kemi nisur një tjetër hap, pra për ta parafruar dhe me pjesën e kontrollit monitorimit të sezonit sipas standardeve dhe kushteve të BE-s, për të arritur tek kushtet që janë kushte higjieno-sanitare më të përshtatshme për të ofruar ushqime të sigurta, planet e SAP që kanë bënë dhe me gjurmëshmërinë nga ku blihet deri në momentin kur ofrohet shërbimi dhe çdo element tjetër që lidhet me garantimin e sigurisë ushqimore. Duke qenë sezonal, duhet të kemi të identifikuar shumë qartë ku operojnë, si operojnë dhe përmbushin standardet dhe paralelisht me këtë të parashikojmë për vitin e ardhshëm të themi inspektime paraprake edhe informim po ashtu për atë çfarë duhet të përmbushin dhe duhet të përmirësojnë. Duke e cilësuar zonën si një prej destinacioneve me potencial të lartë gastronomik, kryetari i Bashkisë Lezhë Pirin Dreu dhe deputeti Admir Kadeli kërkuan që sigurisë ushqimore t'i kushtohet prioritet maksimal gjatë gjithë sezonit turistik. Ajo që kemi tentuar të bëjmë edhe me institucionet e tjera duke bashkëpunuar kuptohet edhe me AKU-n edhe me këta që ne mos kemi një barr për biznesin, por kemi një pjesë ku ne bashkë me biznesin bëjmë atë që duhet për të përmirësuar sa të dhe mundur problematikat ndryshme të cilat janë të shumta, por që ku siguria ushqimore ka rolin e vet. Me shumë krenari e shoh se Lezhë është vendi ku shihet si një ndër zonat me kulinari më të spikate. Dhe kjo tashmë nuk është vetëm një histori Lezhë, është histori përtej Shqipërisë, përtej rajonit, e ka marrë për masa. Ajo që do sugjeroja unë është që ndoshta inspektorët e zonës që bëjnë një takim me këto bizneset që t'i ndërgjegjësojnë, t'i shikojnë ku i kanë dhe problematikat para që të shkojmë në finalizim të një vendimmarrje. Sezoni turistik ka rritur ndjeshëm numrin e bizneseve në Shëngjin dhe Tale, ndaj dhe vëmendja e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit është përqendruar në këto zona, ku kontrollet dhe monitorimi do të jenë të vazhdueshme.